I pari që viziton Apollonin gjatë vitit 1806 është Pukovill. Ai shkruan: nga Apollonia e dikurshme, e zhurmshme, ka mbetur vetëm 12 fetar, këngët e të cilëve ngrihen mbi kërmadhat drejt qiellit te Zoti i pandryshueshëm, përjetësia e të cilit she eklipsimin e perandorive dhe përmbysjen e veprave të njerëzit. Pukovill jep të dhëna për topografinë e qytetit, për periudhën e fundit të ekzistencës së Apollonisë dhe rënien e saj pas shekullit të 5. Pak më vonë, Apollonin e viziton William Martin Leake, i njohur për njohuritë gjeografike dhe arkeologjike. Me interes të veçantë janë edhe kërkimet e Leon Hozeit dhe Dome, të botuara në librin Misioni arkeologjik në Maqedoni në vitin 1876, ku jepet në mënyrë më të plot pozicionimi gjeografik dhe topografik i Apollonisë. Objektet më të mira të skulpturës dhe arkitekturës që ata përzgjodhen i transportuan për në muzeun e Louvrit. Pas Hozeit e Dome, Apollonin e viziton Gilarion, i cili përveç të dhënave që njihen edhe nga autorët e përmendur, ka mundur të japë të parën skicë planimetrike të murit rrethues. Në fillim të shekullit të 20, janë kryesisht studiues e arkeolog austriak që kryen disa ekspedita, të cilat shoqërohen edhe me sondazhe e gërmime të vogla, më tepër me karakter studimor. Me shumë interes janë hulumtimet e Karl Paçit në vitet e para të shekullit të 20 nëpër Shqipëri, e veçanërisht në zonën e Mallakastrës dhe Beratit. Shumë prej objekteve që ai na i ka dhënë të vizatuara humbën gjatë luftrave botërore. Një kërkim edhe më i organizuar kryhet gjatë viteve të luftës së parë botërore, kryesisht në territoret bregdetare të Shqipërisë, të pushtuara nga ushtria austro-hungareze, të drejtuara nga Prashniker e Shober, që fillojnë në vitin 1916 dhe shkojnë deri në 1918. Në udhëtimin e dytë, i cili ishte shumë më i gjatë në kohë, Prashniker u ndal në Apolloni, ku kreu vrojtime të plota e sondazhe për disa muaj në murin rrethues dhe në brendësi të territorit ku shtrihet qyteti. Me marrëveshjen e vitit 1923 midis qeverisë shqiptare dhe asaj franceze për dhënien e Apollonisë koncesion misionit arkeologjik francez, në vitin 1924 fillon periudha e gërmimeve sistematike, që për shkak të kushteve historike të ndryshme që e shoqëruan, mund të ndahet në 3 faza. Gërmime të misioneve arkeologjike të huaja, kryesisht aty francez, por edhe italian gjatë viteve të luftës së dytë botërore. Gërmimet pas luftës së dytë botërore nga arkeologët shqiptar dhe gërmimet të përbashkëta shqiptaro-franceze pas viteve 90 e në vazhdim. Por çfarë do të thotë të gërmosh në Apolloni? Të gërmosh në Apolloni do të thotë, me ato fjalët e këtyre autorëve antike ku diun, të gërmosh në qytetin e diellit, sepse kur lindte dielli dhe kur perëndonte, Apollonia dukej e kuqe. Për arsye se muret e banesave, edhe muri rrethues, muri mbrojtës, ishte i ndëtuar me tulla, të cilat e kishin prodhuar apolloniatët në rrethinat e saj. Kjo edhe për mungesë të materialit të gurit në rrethinat e Apollonisë, i ka detyruar që të prodhojnë tullën. Është një nga qytetet e para të antikitetit edhe i veçanti që ka prodhuar në masë shumë të madhe tullën për ndërtimet shoqërore. Për mua, jeta në Apolloni ka filluar që në fëmijëri, sepse këtu kam lindur. Shkollën e kam bërë pranë murit rrethues të qytetit, është rreth 3 metra muri i shkollës nga muri rrethues të qytetit. Ishte
rastësia që plotësoj dëshirën time që të vija të filloja punën në Apolloni. Kam qenë vetë kurioz nga natyra, gjeja në këto rrëpira, i themi, ku kishte rënë dheu nga pune ose gryerja e ujrave, gjeja në një fragment keramike. Edhe e mbaja, losja me atë, faktikisht. Edhe kështu që kur erdhi puna që të vija në Apolloni, ishte realizimi i kësaj dëshire të fëmijërisë. Fillimisht kam punuar si përgjegjës i muzeut, si guid përgjithsisht, nga viti 1971 në shtator, kam filluar punën aty, derisa dola në pension. Aty kisha një zyrë dhe gjeta një radio që kishte mbetur nga ekspeditat e kaluara, Sonra e vjetër. Fillimisht mësova gjuhën italishte. Sepse se kam bërë dhe Shkollën e Bashkuar, me shoqëri gjeta një metodë, një shoku shkodran, një metodë italishte. E kopjova atë me dorë dhe fillova të studiova atë. E mbaja radion gjithmonë të stacioni italian, klandestin, pa leje, se nuk lejoje atëre, realisht. Dhe ishte jepte një dramatizim të një ngjarje kështu, dhe atje mbaja gjithmonë, shnoja fjalët që dëgjoja, hapja librin, hapja fjalorin që kishte ajo, e mësova. Më vonë pastaj vazhdova edhe frëngjishten kur filluam bashkëpunimin me francezët kryesisht. I kam mbrojtur të dyja këto, ndërsa për anglishten vetëm sa për të shfrytzuar literaturën. Kemi vazhduar specializimin si arkeolog. Edhe për këtë ja shoh edhe e ndjej si merit të drejtorit të Institutit Arkeologjisë që ka qenë atëherë, Muzafer Korkuti. Se ai ka qenë i vetmi nga drejtorët e institutit që kërkonte llogari të gjithë punonjësve, jo vetëm në Apolloni, po edhe në Tiranë, në të gjitha qendrat e Shqipërisë. Thoshte ça ke përgatitur. Fillova gërmimet në vitin 1981 me një toma 6, se 5 toma i kishte gërmuar Aleksandra Mano. Vazhdoj me 2 fushata, 2 vjetë, 1981-1983. Atje zbulova 57 varre në toma 6. Pastaj në vitet 1987-1988 gërmova tomën tjetër, toma 7. Ajo nuk ishte shumë, 30 varre, por ishte e pasur. Aty kam gjetur objektet më të bukura të muzeu që janë ekspozuar në muze. Nën toka mbetet më e pasura, aty ku flen ende aq shumë artefakte që presin vetëm të zbulohen. Atëherë punojmë toka nga kooperativa, punojmë nga kooperativa me traktor DT që bëjnë zhurmë. Dhe unë zakonisht rreja këtu, kur s'kishte njerëz, dilesë këtu ose nga ana kryegjatës ande dhe shikoja. Kur punonte në traktor, unë do shkoja atje patjetër. E kontrolloja atë. Dhe në të gjithë këtë zonë, unë e kam këtë të saktësuar. Kemi gërmuar pastaj edhe në gjurmët e autostradës, bypassit të Firit, në 2 pika, se ai ishte planifikuar që të kalonte më afër kodës Apollonis, mirë po nga survejt, kontrollet që ishte bërë, del zonë intensive, shumë intensive kjo, kështu që e devijon rreth 2 kilometra më në veri. Del jashtë qytetit me fjalë. Por detyrimisht takon në zonën e Havales, në hyrje të fshatit po edhe një fshat i vogël Havaleas, edhe në dalje të fshatit Sop tutje. Janë 2 pika që kap ajo detyrimisht. U bën dhe këto studimet tomografike, to në gjurmë, vazhdojmë gërmim, atje kam gjetur një varrez në Havales, një varrez me 25 varre, ajo ishte një tum, faktikisht, e mbuluar nga aluvionet. Periudha e varrimeve në këtë tum ishte fundi shekullit të 5, fillimi shekullit 4 para Krishtit. Kush mbetet objekti që e bën Vangelin të ndihet më krenar që nga gërmimet e tij të para? I kam nga toma 6 dhe 7 objekte më të bukura që kam gjetur.
Po aty janë edhe objektet e keramikës, të fillojmë nga keramika, se aty shkon deri në fillimin e shekullit të 7 para Krishtit. Mosha e objekteve që kam gjetur në Varreza. Me bukur është një kan, e zbukuruar me breza, pikturash, skematike, që janë tipike për influencën e lindjes. Kryesisht, është një ojnohe që kam gjetur aty. Pastaj objektet e bronzit, do fillojmë nga me e thjeshta është një amfor bronzi. Të gjitha këto janë përdorur si urna, janë vendosur hiri i kufonëve të djegur, por me bukura, me rrallë, ose të themi unike për vendin tonë, është mburoja, zhqyruar dhe me një përkrenare. Ishte varri një luftëtari. Ishte vendosur mburoja, me diametër rreth 60 cm, mbi të ishte vendosur kufoma, me armët në 2 krahët, maja heshtash, maja shigjetash, edhe objekte tjera të vogla, me përkrenaren, edhe nga 4 enë balte. Mirë po, ajo kishte vështirësim për ta lëvizur qandej. Edhe ka qenë vërtet një punë shumë e vështirë për mua. Por, çfarë do të thotë të ishe gujt në kohën e diktaturës? Gjithë Evropa perëndimore vinte. Ajo kishte të bënte edhe politikën e shtetit, që të hapej, të njihej, të fitonte të ardhura, po të jepej edhe propagandë sistemit, përgjithsisht. Vinin shumë, kur them që vinin 5-6 autobusa në ditë me të huaj. Me austriak, francez, gjerman, anglez, gjitha. Pastaj kur ndroi ky sistemi, sikur e ulën tempin shumë ata. Tani ka turizëm masiv. Për çdo që të vijë në Shqipëri nga Evropa, nga bota, do të shohë një kënaqësi të pa shpjegueshme, të pa parashikueshme për Apollonin, sepse plus këtyre gërmimeve, ata interesohen pastaj edhe zonën ku ka, që ishte përmasinë e Apollonis, se pyesin për shembull, deri ku shtrihet. Edhe parafësisht i themi, këtu kalon më rrethus, përfshin gjithë kodrën, janë 100 hektar sipërfaqe brenda qytetit, plus pastaj lagjet janë më të mëdha jashtë qytetit se sa brenda qytetit, duke përfshirë dhe nekropolin. Pastaj kur i thoshim që porti ka qenë në fushë këtej, që s'duket asgjë tani, rreth 3 kilometra nga qendra. Ndërsa nga mori rrethus është rreth 800 metra. I ndërtuar brenda arealit arkeologjik të Apollonisë, muzeu u hap në vitin 1958 në gjysmëhark rreth kishës së Shënmërisë. Ende sot janë disa statuja në këtë zonë. I rekonstruktuar disa herë, ky muze mori një formë përfundimtare në vitin 1985. Muzeu arkeologjik shënon një periudhë të artë për historikun e këtij qyteti antik. Të paktën 800 objekte të ndryshme, që tregojnë ritmet e zhvillimit epokal në Apolloni, janë të ekspozuara këtu. Ndërmjet tyre, vizitorët do të mësojnë se Apollonia antike e krijuar nga kolonët grek rreth viteve 620 para Krishtit, është ndërtuar mbi rrënjët e një qytetërimi shumë më të hershëm. Në galerinë e pafund të objekteve të gjetura, dhe tashmë të ekspozuara në Muzeun Arkeologjik të Apollonisë, gjenden skulptura nga më të ndryshmet, portrete aristokratësh, gladiator, portrete vajzash, gur faresh me këthëndje, vegla pune, figura kafshësh, kalorsa, luftëtar, peizazhe natyrore. E pasqyruar me objektet del edhe historia e gjithë qytetit të Apollonisë, me objekte të përdorimit përditshëm, keramike, veglat e hekurit të bronzit, stolit,
skulptura, prodhimet e keramikës dhe të qeltit deri në periudhën romake, shekullit 2-3 tjerësave. Ka përfaqësuesit e objekteve arkeologjike të zbuluara në periudha të ndryshme në qytetin antik të Apollonisë. Duke filluar nga periudha e Leonreit edhe deri në ditët e sotme. Më bëhet qefi që të tregoj edhe objektet që kam zbuluar unë në gërmimin e tumës 6 dhe 7, kryesisht që janë të ekspozuara në muze. Mrapa kemi mburojën, edhe me këtë rast duhet falenderoj edhe restauratorin Frederik Stamati që ka bërë një punë të mirë, e ka sjellë në gjendje natyrale këtë muroj. Ndërsa këto janë prej balte, po janë ato enët e hershme që kemi gjetur në Apolloni, që kalojnë mbi shekullin e 7 para Krishtit. Janë gjetur të thyera, janë restauruar dhe restaurimi është perfekt, që tregon figurën e plot. Megjithëse kjo shumë pak thyeri ka, kjo kana e madhe me këto brezat e pikturës, ndërsa këto janë të mbushura, ja dhe kjo figurë e Sfinksit, tipike të periudhës arkaike, shekullit 7-6 para Krishtit. Po këto janë kryesisht nga fundi i shekullit të 7. Tuma Ilire ishte vendosur midis shtresave shkëmbore, shtresa natyrale shkëmbore, konglomerat, shtresë shkëmbore e rrërë, shtresë shkëmbore e rrërë. Edhe ata kishin shfrytzuar shtresat e rrërës për të bërë varrimin, pa e prekur shtresën shkëmbore. Edhe atje ne hoqëm gjithë këto materialet e tumës 10 të periudhës klasike, helenistike që arrinte ajo, dhe thamë që e mbaruam. Mirë po, një qenë atje për gërvishte. Të rara, dhe dole një kockë. Thësh, shne kjo kockë? Pas e filluam gërmimin e varrit të periudhës ilire. Është interesante se ishte shfrytzuar sa shkembi, por ata për kufizimin se është teknika e ndërtimit të tumave të periudhës ilire, është me ndërtimin e një rrethi gurësh, por atje mungonte edhe kishin realizuar me zhavor. Marrë zhavor nga proi poshtë edhe hapur një kanal që qarkonte tumën. Po ka rëndësi sepse themi që Apollonia u popullua nga kolonët grek, po realisht ata kanë gjetur një popullsi ilire vendase këtu. Krahas kësaj, në gërmime që janë bërë në zonën rreth Akropolit të Apollonisë, është gjetur një portik i madh, rreth 100 sa metra i gjatë, 70 metra i gjerë, po në rrënojat e tij janë gjetur gjurmë të banesave të periudhës paraqytetare, ilire. Kështu që janë prova që ja vërtetojnë ekzistencën e jetës në kohën e Apollonisë para ardhes së Apollonisë. Kërkimet dhe studimet sistematike të viteve të fundit në këtë qytet kaq të rëndësishëm antik, nga specialistë shqiptar e të huaj, e kanë shndërruar Apolloninë në një qendër të madhe kërkimore shkencore dhe në një shkollë ku përgatiten çdo vit brezat e rinj të arkeologëve. Po është dhënë gërmimi në Apollonisë sepse Apollonia është shumë e madhe, po të llogaritim sipërfaqen e qytetit me 100 hektar, deri tani është zbuluar rreth afërsisht 10%. Pa për llogaritur lagjet jashtë murit rrethues, e sidomos në Akropol me sipërfaqe 10 kish më të madhe me vetë qyteti.